UÇK-s që ka marrë pjesë në vijat e frontit në këtë brigadë që e identifikon që ka qenë pjesë e vijat frontit, po më gjatë ky ka kontribuar në forma tjera dhe ka ekzona status për shkak kontributit të tij dhënë luftë, po jo në vijat para të frontit. Nuk ka bashkëluftëtar që thonë që Avniçenaj ka qenë në vijat e frontit, nëse s'po gaboj, kështu ju kuptova. Po saktë, vërtet është, tash na patëm kohë të informohemi edhe më shumë, duke pyetur edhe shumë bashkëluftëtar të tjerë nga brigada 138, në për vijat frontit ky person nuk ka qenë asnjëherë, vetëm se ka kontribuar në luftë edhe në brigadë, më gjatë në formë logjistike, sepse qysh kuptuam ky edhe profesioni i tij ishte më gjatë mërëshin, ju dini këta hasionet, shumica për tyre si biznes e kanë furrën dhe thotë edhe ato bukpjekës më gjatë diçka në kuzhinë ka kontribuar personin fjalë, por nuk ka qenë asnjëherë afër vijat frontit. Pra mund të jetë veteran i rrejshëm në këtë rast. Nuk muj me konfirmu për shkak se veteran të rrejshëm nuk ka persona të cilët kanë provuar me marrë statusin e veteranit në formë jo ligjore apo të pamerituar. Por mund ta konfirmojmë nesër, sepse lajmin e kena marrë pasi që kemi kryer orën e punës, do të thotë kemi qenë jashtë zyra, nesër mund të kemi informacion shtesë, po gjasat reale janë që ky person nuk ka qenë asnjëherë në vijat frontit, ashtu siç po pretendon Serbia që kënë se ky ka marrë pjesë dhe qoftë në aksione të tjera, gjë që nuk e konfirmoi askush nga brigada 138. Pra, dyshimet ose informacionet që aktualisht i keni është se Çenaj ka qenë në bukpjekës me profesion dhe ka kontribuar për ushtarët e UÇK-s me ushqim. Ashtu e thanë në logjistik, edhe me qenë se ky edhe sot ka biznes vetin, do të thotë të bukpjekësit, pra kanë furt vetën si biznes vetin kjo familje, gjasat reale janë që ky të ketë ndihmuar edhe në kohë lufte në profesionin e tij, pra. Po nuk ka dëshmitar që thotë që zoti Çenaj ka qenë pjesëmarrës në këtë betejë apo ka qenë në këtë vit frontit. Prandaj si ushtar i ushtishimtar të Kosovës ky edhe antar i organizatave veteranëve të luftës mund të jetë, sepse ashtu na konfirmuan nga organizata e veteranëve të luftës dega jona atje që është, po gjasat reale janë që ky nuk ka qenë për vijat frontit. Dhe ajo çka u thash që ja kanë gjetë kartelën e veteranit me vete në territor të Serbisë, në vazhdimsi kanë qenë këto këshillat që kushdo që ka këtë status të mos udhtoj në për territorin e Serbisë. Çfarë do të thotë kjo për qytetarët që tash shkaktojnë shqetësim tek të gjithë për shkak të çastës së autoriteteve të Serbisë në këto raste? Fillimisht do të më pas parasysh faktin se personin fjalë kishte udhëtuar shpeshherë nëpër Serbi. Do të thotë kishte kaluar nëpër Serbi tranzit ashtu. Edhe nuk kishte ndaluar asnjëherë, pra tendenca e Serbisë me arrestu disa herë më parë, asnjëherë mos me pas fakte apo dëshmi apo prova që mund të ketë qenë ky në thojza kriminal në Kosovë, e tek sot e pas kanë gjetë që ky pas ka pas mundësi me qenë kriminal, kjo nuk ekzistoi, domethënë këto pa dyshime të Serbisë janë krejt kota janë të pabaza, sepse po të kishte qenë kështu, Serbia kishte pas mundësi ta arrestoj shumë herë kur ky ka kaluar tranzit nëpër Serbi. Prandaj këto janë vetëm një gjueti e Serbisë, një luftë speciale që vjen prej nga pas lufta. Edhe pse ju dini si organizata e veteranëve të luftës, po jo vetëm ne, po edhe plot udhëhes të ushtishimtarë të Kosovës, po edhe personalitete të tjera në vendin tonë kanë bërë thirrje që mos me provu me shku ka Serbia, mos me kalu qoftë as tranzit, sepse kjo luftë speciale prej Serbisë nuk u ndal asnjëherë që për vitin 2000, fillimisht duke futur emrat tonë të ushtarëve të UÇK-s nëpër listat Interpolit e pastaj të provu me arrestu, plot